Kemi dalur sot në zonën e Obotit të Anës së Malit për të takuar me banorët dhe për të folur me problematikat që ato kanë. Kjo zonë është një zonë mjaft e mirë dhe mjaft e zhvilluar nga ana bujqësore, por është një zonë që ka qenë gjithmonë larg vëmendjes së pushtetit qendror. Kemi parë mbi problematikat e tyre kryesore, e cila është përmbytja, e cila vjen si pasojë e hapjes dhe keq menaxhimit të kaskadës së Drinit, gjithashtu edhe keq menaxhimit të shtratit të Bunës që kalon këtu. Zgjidhjet që ne propozojmë janë ristrukturimi i shtratit të Bunës, gjithashtu edhe menaxhimi i kaskadës së Drinit. Problematik tjetër është bujqësia, të cilët ata në raste fatkeqësish përmbyten dhe nuk dëmshpërblehen për ato të cilat për të mbjellat e tyre, të cilat ata shpenzojnë dhe i mbjellin. Me programin e Partisë Demokratike ne kemi vendosur që për çdo fatkeqësi natyrore sezonale përmbytje të cilat ato kanë, ne ti dëmshpërblejmë 70 deri në 100% të gjitha të mbjellave dhe të gjitha dëmtimeve të cilat ato janë bërë. Folëm me banorët e zonës, të cilat shprehen mbështetjen dhe besimin që kanë për Partinë Demokratike dhe për Aleancën e Shqipërisë Madhështore. Së bashku për një Obot më të zhvilluar, së bashku për një Obot i cili do të dalë më në fund dhe do ketë vëmendjen e pushtetit qendror dhe pushtetit vendor.